Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Jam sot këtu me ju për të nisur ditën ton maraton, për të nisur ditën ton të gjatë, në fakt, të komentimeve, të lajmeve, më të fundit që kanë të bëjnë me showbizin shqiptar. Të gjithë duan të dinë se çfarë po ndodh me yjet, çfarë po ndodh me jetën e tyre, çfarë po ndodh me përditshmërinë e tyre, dhe me patjetër që unë do t'ju sjell të gjitha informacionet që unë kam arritur të siguroj deri më tani në kuadër të këtyre personazheve. Do ta nis ditën e sotme, do ta nis me shumë dashuri në fakt, me një dyshe që kanë ditur të na dhurojnë vërtet emocion, me një dyshe që kanë ditur të na falin vërtet dashuri, dhe me një dyshe që na kanë bërë vërtet për vete. Do ndaloj tek Brikena dhe tek Mateo. Brikena dhe Mateo së fundmi kanë qenë në shënjestër të medias ros, por nuk mund ta them vetëm së fundmi. Shënjestra nga media ros për to ka qenë gjithmonë, sepse pothuajse i kanë përndjekur se nga kanë lëvizur, ku kanë shkuar, çfarë kanë bërë, si kanë qenë sjelljet e tyre, si kanë qenë mimikat e tyre, si vazhdon raporti i tyre. Nëse ju thoni po Tiron pse sjelljet, po sjelljet dhe mimikat janë një farë vule që tregon se çfarë ndodh, se si është raporti dhe se si është marrëdhënia. Mateo dhe Brikena fatmirësisht kanë patur një raport të mrekullueshëm, edhe pse ka patur lajme të ndryshme, edhe pse ka patur hamendësime të ndryshme, kanë qenë bazuar në sjelljet e tyre, por unë gjithmonë kam qenë dhe dua të jem koherent me atë se çfarë unë kam thënë. Do me thënë, çifti gjithmonë ka qenë i vërtet, çifti gjithmonë ka qenë, le ta themi, në një marrëdhënie fantastike dhe nuk ka patur kur krisje në marrëdhënien e tyre, pa marrë parasysh lajmeve, interesave për klikime që në fakt ato kanë bërë. Sot Mateo dhe Brikena janë të lumtur pas një pushimi goxha të mirë për të dy. Do me thënë, dyshja ka vendosur që të shijoj momente dhe të kënaqet në Turqi, kanë qenë në Bodrum të Turqisë, ju e dini shumë bukur, kanë ndarë disa momente me ne, nuk i kanë ndarë të gjitha momentet, me thënë drejtën, kanë ndarë pak momente me ne, pak momente që janë pritur shumë bukur nga publiku, janë komentuar shumë, janë analizuar gjatë, dhe aty kemi arritur të shohim vërtet një marrëdhënie fantastike dhe një marrëdhënie korrekte. Pyetja që më vjen më së shumti nga publiku është kjo: Tiron, çfarë tani po ndodh me çiftin, çfarë po ndodh me Brikenën, çfarë po ndodh me Mateon? Nga rrugtimi që patën dhe nga udhtimi i bukur që patën, do me thënë Brikenës i ra të qëndroj shumë gjatë kohë në Shqipëri, pasi që Top Arena realizoheshte si emision çdo natë, transmetoheshte çdo natë live tek publiku, dhe Brikena e kishte shumë të vështirë që për një muaj të tërë, le të themi, të udhtoj pothuajse çdo ditë drejt Kosovës, të takoj familjarët e saj, të takoj shoqërinë e saj atje rrethin dhe gjithçka që në fakt e rrethon, dhe Brikena me patjetër që aktualisht ndodhet në Prishtinë, por me një zemër shumë të madhe drejtuar Tiranës, aty ku ka dhe gjysmën e shpirtit të saj. Brikena është në projektimin e planeve për të ardhmen, bazuar në një pyetësori që ajo kishte hapur në Instagramin e saj. Brikena pyetën publikun se ku do të dëshironit që të më shikonit. Do me thënë, kjo tregon, nëse do të flasim për prapavi, kjo tregon një prapavi se po bëhen bisedime që Brikena të startoj me një emision. Unë në fakt do ja kisha këshilluar që Brikena ta kishte emisionin e saj bazuar në karakterin e saj, do me thënë atë lloj emisioni për ngjyrën e fushës së Brikenës, por gjithsesi do me thënë do ta shohim në vazhdimsi se ku do t'jetë Brikena Selmani, edhe pse unë kam dyshimet e mia, e kam thënë disa herë, do me thënë që do t'jetë në trotuar. Po ashtu dhe Mateo bën planet për të ardhmen e tij.
Zakonisht është edhe një mekanizëm tjetër te ky çift që kur nuk janë bashkë, nuk postojnë gjëra nga përditshmëria e tyre. Do të thënë Brikena dhe Mateo duan që postimet e tyre në story apo postimet e tyre në reel të jenë postime të cilat në të vërtetë ngjallin kurreshtjet e publiku, ngjallin pikpyetjet e publiku dhe ngjallin interes te publiku. Dhe në këtë rast, do të thënë Brikena dëshiron që të ngjallë një farë lloj interesi te publiku dhe jo më kot i bën ato postime. Do të thënë postimet e Brikenës nuk janë postime të kota, janë postime me vend dhe për këtë gjën, në fakt, unë e admiroj dhe duar trokas Brikena Selmanin, e cila dëshiron që gjithmonë, me thënë, të na surprizon me gjëra të bukura. Raporti i tyre është raport fantastik, është një raport që gëzon shumë dashuri, gëzon shumë mirëkuptim, do me thënë çifti ka gjetur shumë gjuhë të përbashkët, i bindur jam për të gjën që afrimiteti që ato kanë krijuar në pushimet tashmë në Bodrum i kanë ndihmuar që të krijojnë një botë edhe më të bukur për njëri tjetrin dhe kjo në fakt më pëlqen shumë dhe afërsia që ato kanë e kanë bërë marrëdhënien e tyre që të jetë edhe më e lidhur, edhe më e afërt, edhe më e dashur. Unë ju uroj të gjitha të mirat, shpresoj që gjërat ju shkojnë gjithmonë kështu, do me thënë kemi çfarë presim nga çifti, por nuk duhet të bazoheni te fakti që nuk postojnë story, nuk nxjerrin story dhe marrëdhënia e tyre është një marrëdhënie që ka luhatje, është një marrëdhënie që ka krisje apo është një marrëdhënie jo funksionale. Do të thënë nuk do kisha dashur që të shoh gjërat kështu. Thjesht Brikena dhe Mateo story zakonisht i nxjerrin në momentin kur e mendojnë që duhet të ketë story, e mendojnë që duhet të ketë një postim në fakt në rrjetet sociale që ato duhet ta nxjerrin. Do të thënë në atë pikë Brikena dhe Mateo nxjerrin diçka nga përditshmëria e tyre, në përgjithësi marrëdhënia do të thënë është shumë korrekte, gjërat janë shumë interesante në raportin e tyre dhe shpresoj që gjithmonë në këtë rast do të thënë të ndjekim marrëdhënien dhe raportin e tyre më të mirë. Vazhdoni të më ndiqni me subscribe, vazhdoni të shkruani komente në faqen tonë, do të thënë YouTube, në videot tona, në ato që ne i postojmë, sepse më besoni që do të kemi shumë gjëra interesante bazuar këtyre ngjarjeve.